Krahas masave dhe kontrolleve në të gjitha subjektet tregtare gjatë sezonit turistik, jo vetëm në ato që ushtrojnë aktivitet përgjatë vijës bregdetare, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Vlorë ka nisur dhe një fushat ndërgjegjësuese për garantimin e sigurisë ushqimore. Kreu i këtij autoriteti në Vlorë, Endri Hyseni, bën të ditur se kjo fushat do të vijojë deri në 15 shtator. Sipas tij, qëllimi nuk është vetëm ndëshkimi i shkelësve apo vendosja e masave administrative, por mbi të gjitha bashkëpunimi me të gjithë subjektet për respektimin e standardeve të sigurisë ushqimore. Hyseni u bëri thirrje qytetarëve dhe turistëve të bashkëpunojnë me institucionin, duke denoncuar çdo rast problematik apo shkelje që mund të konstatojnë. Plani i masave është i hartuar për gjithë periudhën e sezonit turistik deri në 15 shtator. Siç e thash, do të ketë inspektime të thelluara për gjithë komponentët që përmban vetvete inspektimi, por dua të theksoj dhe sepse gjithashtu domethënë përveç inspektimeve nuk mund të themi se do ta garantojmë në mënyrë më të mirë të mundshme vetëm duke i inspektuar apo duke i ndëshkuar këto subjekte. Një nga elementët e rëndësishëm të këtij plani masash është edhe paketa ndërgjegjësuese, e cila ka të bëjë me ndërgjegjësimin e konsumatorëve, me ndërgjegjësimin e operatorëve të biznesit ushqimor nëpërmjet fushatave informuese edhe nëpërmjet fushatave sensibilizuese. Neve jemi në terren me një grup të ardhur nga drejtoria e përgjithshme, të cilët po sensibilizojnë gjithë operatorët dhe konsumatorët për të dhënat e produktit, për garancinë që mbahet produkti, për të lexuar gjithë ato elementet të cilët përmban produkti në etiketën e afishuar në produkt të miratuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Dhe kjo mendoj se do ta ndihmojë më së miri, si thua, të gjithë veprimtarinë tonë për të patur një sezon turistik sa më të mbar dhe një shëndet të plotë për gjithë konsumatorët e qarkut Vlorës. Një periudhë fundit ju thatë që do të jetë në terren fushat ndërgjegjësuese, me atë gjatë këtyre ditëve janë mbërritur problema, por shëndet shpejt jemi thjesht në kodrin e kontrolleve aktualisht. Ne jemi në fazat e para, shpejt do të kemi edhe një raportim të situatës. Përgjithsisht nuk janë vërejtur element të cilët cënojnë sigurinë ushqimore, por kjo mbetet për të parë në ditët në vijim, se siç e thash jemi në hapat e para, do të kemi edhe një raportim për të gjithë. Dua të përfitoj edhe nga rasti që të bëj thirrje të gjithë qytetarëve, të cilët hasin vështirësi apo hasin problematika, të cilat kanë të bëjnë me cënimin e garantimit të sigurisë ushqimore, janë të lutur që më njëherë të kontaktojnë autoritetin dhe të bëjnë pjesë e punës sonë të përditshme, që edhe neve në një farë mënyrë të jemi sa më prezent në terren. Siguria ushqimore mbetet një nga prioritetet kryesore gjatë sezonit turistik. Për këtë arsye, krahas inspektimeve të vazhdueshme në terren, AKU ka ndërmarrë dhe një fushat ndërgjegjësuese me synim për të parandaluar problematikat dhe për të garantuar shërbime sa më cilësore e të sigurta për qytetarët dhe turistët.